Mire se vini në një episod të ri të podcastit Diritto dell'Immigrazione, unë jam avvocato Fabio Lo Scerbo, sot flasim për legjen e kendrimit për të mitur dhe për atë që ndodh kur i mituri mbush 18 vjeç, veçanërisht për konvertimin e legjes së kendrimit, ky është një moment shumë i rëndësishëm, i cili në praktikën administrative shpesh krijon probleme edhe pse kuadri ligjor është i qartë. Legja e kendrimit e lëshuar për shkak të moshës së mitur nuk është një legje e dobët apo e përkohshme. Ajo është një legje plotësisht e vlefshme edhe në për të mbrojtur një person që rendi juridik e konsideron në gjendje vulnerabel. Vështirësitë zakonisht lindin kur i mituri bëhet madhor dhe paraqitet kërkesë për konvertimin e legjes, zakonisht në legje kendrimi për punë të varur ose për kërkim pune. Në këtë drejtim, një vendim i rëndësishëm i Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, seksioni i 4, i publikuar me 28 janar 2022, ka dhënë skarimet e qarta. Çështja ishte e regjistruar me numrin e regjistrit të përgjithshëm 46 të vitit 2025. Në atë rast, autoriteti polikor kishte refuzuar kërkesën për konvertim me arsyetimin se nuk ishte marrë mendimi i drejtorisë së përgjithshme për imigracionin dhe politikat e integrimit të Ministrisë së Punës. Gjykata ka riafirmuar një parim themelor, detyrimi për të marrë këtë mendim i takon administratës, jo aplikuesit. Në një peti si tekstit unik për imigracionin parashikon di situata kryesore të miturit në kujdestari ose të besuar shërbimeve sociale, dhe të miturit që kanë qenë të përfshirë për të paktën 2 vjet në një projekt integrimi social dhe civil. Në të dy rastet, procedura duhet të krihet kryesisht nga administrata. Mendimi ministror është i detyrueshëm, po nuk është detyrues në përmbajtje, dhe mungesa e tij nuk mund të justifikojë refuzimin e konvertimit. Administrata duhet të plotësojë procedurën në mënyrë korrekte dhe më pas të vlerësojë situata konkrete të interesuarit, përfshirë edhe pozicionin e tij të punës. Mesazhi është i qartë: konvertimi i lejes së kendrimit për të mitur nuk është një favor diskrecional, por vazhdimi natyror i një rrugë mbrojtjeje dhe integrimi. Kur administrata nuk respekton procedurën, refuzimi është i palikshëm dhe mund të anulohet nga gjykata. Ky është një hap vendimtar sepse nga konvertimi varet e drejta për të punuar ligjërisht, për të ndërtuar një projekt jete dhe për të qëndruar rregullisht në Itali. Mirupafshim në episodin e ardhshëm.